po të mos ishte gjuha shqipe. Ajo është që neve që na bë. Se gjitha tjera thuese që i kemi si kom, ne jemi kom shumë konfesional, ne edhe regionalizmin e kemi shumë të theksuar, për shembull se kush është kosovar, kush është vlonjak. Ne, vetëm gjuha neve na zbut, edhe na bën gjithve që të ndjehemi, me të vërtetë se jemi një, edhe duhet të mbetemi një. Edhe andaj ne duhet të kemi disa gjëra të cilat duhet të funksionojmë gjithë shqiptarisht. Edhe këtë duhet ta themi, ne nuk duhet të ta bëj. Po shini, unë shpresoja se këtë po themi një plan kombëtar, kur flas për gjithë shqiptarët në Ballkan, ku zgjidhjet për problemet do të ishin integrale, sepse nuk flasim vetëm për gjuhën e problemet të tjera në Maqedoninë e Veriut, flasim për po themi presionin e madh për ikje nga vendi ose për asimilim të shqiptarët e Malit Zi, e kemi dramën e madhe të pasivizimit të adresave në luginën e Preshevës dhe shumë probleme të tjera të mos investimit të qeverisë qendrore asnjë qindark. Andaj nuk janë vetëm probleme, po themi, rajonale, ose po themi një vendi, ose që i ka vetëm Maqedonia e Veriut, shqiptarët, po janë probleme shqiptarëve gjithandaj në Ballkan. Ju thash pak më parë që për fat keq neve na bashkon, mund na bashkoj vetëm ndonjë Milošević, se neve nuk na bashkon ndonjë ideal i përbashkët shqiptar. Ma thoni një ideal që është i përbashkët shqiptar. Ne duhet gjithë botës t'i themi se ka disa gjëra për cilat ne funksionojmë bashkë shqiptarisht, jo shqiptari i Maqedonisë, edhe ajo cilë do t'jetë. Nëse rrezikohet shqiptari në Preshev, ne duhet t'a themi publikisht që ne do të reagojmë gjithë shqiptarët që.